thirrje brengosëse në Facebook kundër testimit për koronë. Në profilet personale në Facebook të disa prej pjesëmarrësve në protestën që u zhvillua para qeverisë, të paralajmëruara si protestë kundër 5G-s, koronavirusit dhe vaksinimit të detyrueshëm, po përhapen thirrje brengosëse në të cilat popullata inkurajohet të mos testohet për COVID-19, sepse gjoja pandemia është gënjeshtër dhe se të dhënat përdoren për të marrë të dhënat të ADN-s për grupin e gjakut tuaj dhe organet e nevojshme. Nuk është as pak i vërtet pretendimi se gjatë testimit merren të dhënat e ADN-s për shkak të nevojës së pretenduar për organe. Ky postim në Facebook nuk shpjegon se çfarë saktësisht bëhet me organet e pretenduara dhe pse do t'i duajë ndokujt testi i koronës për ta përcaktuar grupin e gjakut. Apeli për refuzimin e testeve të koronës është veçanërisht i dëmshëm dhe kundërproduktiv, sepse bartësit e padiagnostifikuar të virusit, veçanërisht nëse janë asimptomatik, mund të jetojnë me virusin, ta transmetojnë atë të tjerët, të refuzojnë të testohen dhe askund në sistemin shëndetësor të mos figurojnë si persona të konfirmuar me koronavirus.